Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I njohur për këngën Xhamadani Via Via, gjendet i vdekur vokalisti i grupit. Është ndarë nga jeta këngëtari shqiptar Shemsi Krasniqi, i cili për të gjithë njihet si Shemi, vokalisti i grupit legjendar i Lirët. Lajmi për ndarjen e parakohshme nga jeta e artistit është bërë i ditur nga mediat në Kosovë. Ende nuk dihet shkaku i vdekjes së tij, por sipas burimeve, trupi i tij u gjeti pa jetë në shtëpinë e tij në Dragodan, në Mesnat. Krasniqi ishte një nga zërat më të dashur dhe më ikonik të muzikës shqiptare, njeriu që i dha jetë këngës që u bë simbol kombëtar, Xhamadani Via Via. Me zërin e tij karakteristik, ai arriti të lidhte gjenerata të tëra me traditën dhe kulturën muzikore shqiptare, duke lënë një gjurmë të paharrueshme në muzikë.